Fushata zgjedhore ka filluar. Kosova po hyn në zgjedhjet e 4-ta brenda një viti. Për herë të parë në historinë e Kosovës, zgjedhjet e kaluara që u mbajtën në shkurt, nuk prodhuan qeveri. Dhe vendi po shkon në zgjedhje parlamentare 2 herë brenda vitit. I patëm edhe zgjedhjet lokale bashkë me ballotazhin, pra 4 parë zgjedhje. Nuk e di se si është e mundshme që qytetarëve të Kosovës nuk i pritojnë të dalin në njëherë zgjedhje. Ndoshta edhe do të pritojnë dalin zgjedhje dhe do të kemi rënë zgjedhje, që për mua do të ishte plotësisht e kuptueshme. E kuptueshme sepse numrat janë dhënë, verdikti është dhënë dhe paaftësia për të ndërtuar qeverinë nga fituesi, nga partia e parë, për mendimin tim, është një shkurtpamësi politike. Një shkurtpamësi politike e cila për mua do të ishte e mirë kuptuar nëse do të rezultonte me një rënje të daljes dhe me një numër qytetarëve që nuk dinin zgjedhje. Sidoqoftë, e imja është që t'ju ftoj të dini zgjedhje, e imja është përkundër kësaj, përkundër faktit që e kuptoj ata që nuk dalin, e imja është që marrim pjesë në këtë proces demokratik dhe secili prej neve të japim votën tonë aty ku mendojmë dhe të japim edhe ndeshkimin, po edhe meritën aty ku e kanë vendit. Shkojmë zgjedhje me 28 dhjetor, qytetet do t'jenë të zbukuruara me ndryshimet e fundvitit dhe ne do të dalim në zgjedhje. Sa do të kemi risin këtë proces zgjedhor ajo, a do të kemi rezultat të ndryshëm nga ai që ishte 9 muaj apo 10 më herët, flasim me Enver Hoxhën nga Partia Demokratike e Kosovës. Enver, mirë se dëgjej, sërish në një proces zgjedhor. Mirë se erdhe këtu para ndërtesës së PDK-s. Kemi folë me ju Enver edhe para zgjedhjeve, po e di që edhe javën e parë pas zgjedhjeve keni qenë i pari që keni dhe një intervjist për mu. Iknin tëndë të gjithë sepse nuk e dinin çfarë po ndodhte. Edhe nuk ishte kryer procesi zgjedhor. Atëherë, as ju asun se kemi paramendu bashkë plotësisht që do të kemë qeveria, po e kam gabim. Në intervistën... Një javë mas në shkurtit kemi folë. Po, në intervistën me ju, unë nuk e kam thënë atë se çfarë e kam thënë kryesit Partisë Demokratike të Kosovës, me që nuk doja që ta krijoj një ide paraprakse se si mund të duket, por me 10 shkurt kam qenë i bindur që Zoti Kurti nuk është i interesuar që të krijojë institucione të reja dhe çësia e tij që ta godet opozitën në natën e 9 shkurtit për mua ka qenë mesazh i qartë që ai fol elektoratit të tij dhe kërkon zgjedhje të parakoshme. Prandaj çka ka ndodhur gjatë 2025-s ka qenë një dhunë politike e ushtruar në Kuvend të Kosovës për ta përmbysur sistemin politik, për të mos krijuar institucione politike, me qëllim që të merr sa më shumë vota kurdo që marrin zgjedhjet e parakoshme. Dhe zgjedhjet e parakoshme marrin me 28 dhjetor dhe unë i kisha ftuar qytetar. Dhe është arritur ky qëllim? Ky qëllim varet tash sipas jush. Ky qëllim varet tash prej votës së qytetarëve të Kosovës. Çfarë po dua të them është që nëse gjatë 2025-s klasa politike në Kosovë, deputet të Kuvendit të Kosovës, po mbi gjitha lëvizja vetëvendosje, nuk ka pas vullnet, nuk ka pas qëllim politik që të krijon institucionet, tash është në dorën e qytetarëve që duke e penalizu dhe duke e dënu vetëvendosjen me votë, ta bëjnë ndryshimin politik dhe 2026 ta kemë një qeveri e cila udhëheqet prej PDK-s dhe Bedri Hamzës. Ndryshimi politik është i domosdoshëm, i pashmangshëm që ndodh dhe vota 28 dhjetorit është vota më historike që ka dhënë qytetarët e Kosovës prej 2008-s deri sot. Dhe ky proces një kemi pas një 8 muaj dhe përfundu vetëm me konstituimin e Kuvendit, realisht. Ku ka qenë këtu problemi? Problemi ka qenë që as koalicioni i parë, vetëvendosja dhe të tjerët, po as opozita, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, AK-ja, Nisma, nuk kanë pas vota të mjaftueshme që ta bëjnë qeverinë. Dhe natyrisht që krijimi i institucioneve dhe i qeverisë kalon përmes partisë të parë, si dikush i cili gjatë është në PDK, si dikush i cili ka pa PDK në fitoret e saj apo në humbjet e saj, e di që i parët i takon me konstituimin e Kuvendit, i parët i takon me marrë drejtën e koalicioneve. Zoti Kurti nuk ka pas as vullnet politik për dialog, as vullnet politik për marrëveshje, ka mund ta bëjë një koalicion me ndonjë subjekt tjetër politik të madh, por ai po thotë që ftova LDK-n. Nuk ka pas seriozitet ftesa e tij. Ka qenë më shumë për të arsyetuar, më shumë për ta krijuar një anarki, një kaos, me që
kultura politike e Albin Kurtit është që të përdor dhunë politike, të përdor kaos, të krijon kriza politike për të marrë sa më shumë votë mbranda për mbranda. Dhuna politike dhe kaosi deklaratat të forta. Si ja shqyton këto? Se janë deklaratat të forta, dhunë politike dhe kaos. Po dhuna politike nuk mund të jetë dhunë politike vetëm fizike, kur e sulmon dikan. Kur e merr votën e qytetarëve, kur i ki 48 deputet, dhe kur i thu qytetarëve, unë nuk e dua këtë mbështetje tuaj, e dua mbështetjen më të madhe. Ma thoni, a ka ndonjë parti politike në Evropë e cila kërkon e tëra pushtetin politik? Kjo se çfarë po kërkon zoti Kurti edhe në këto zgjedhje, çfarë ka kërkuar gjatë 2025-s, për mua është e frikshme. Ai duke e hedh disa herë në votim emrin e njëjtë, duke mos kërkuar mbështetje të partive tjera politike përmes një koalicioni, përmes një marrëveshje, në fakt ka bërë përpjekje që ta imponon vullnetin politik mbi subjekte tjera politike, dhe kur e imponon vullnetin politik një anë shumë, është dhunë politike. A ka gabu dikon në këto 8 muaj PDK? A ishtë dashur ta zënë për shembull të votohet kryetari i Kuvendit më herët, apo jo? Nuk ka ku është gabim, si më thonë, ku ka mujt me vepru ndryshe Partia Demokratike e Kosovës? Se s'po flas për këtë opozitën, po flas për ju. Qëndrimi i PDK-s ka qenë ky. Ne e kem ditë që zoti Kurti nuk ka numra për të kriju qeverinë dhe institucionet, dhe zgjedhja mos zgjedhja kryetarit Kuvendit ka pas të bëjë me atë se sa vota i ka për qeveri. Faktin që zoti Kurti nuk ka qenë serioz me partinë e tretë apo me partinë e katërt, ka determinu një sjellje të gjithë të tjerëve. S'ka qenë serioz, kuptimin partisë tretë, s'ka qenë serioz në ofertë me të katërt dhe s'ka bisedu fare. Në sistemin tonë politik, ai i cili deli pari, do duhet të bisedon me të dytin, me të tretin, me të katërtin, por zoti Kurti më shumë preferon që të ketë një koalicion të partive, sigurisht është lista Guxo, edhe alternativa, të cilat më shumë ju ngjajnë aty në fronteve popullore në kohën e komunizmit, se janë parti me ndonjë identitet të qartë, se sa të shenë një marrëveshje politike e cila do të bashkonte shoqërinë dhe e cila do të krijonte një konsenzus ndërpartijak me një marrëveshje politike për të udhëhequr vendin. Prandaj kriza shtetërore ka qenë qëllimi i zotit Kurti, me qëllim që ne mos ta kemi një krizë të ngjashme shtetërore në 2026, me qëllim që mos ta shohim situatën e njëjtë në 2026, ma mirë me thonë, me qëllim që mos ta shohim edhe një filmin e njëjtë, storën e njëjtë 2026, unë i ftoj qytetarët e Kosovës që 28 dhjetor dalin dhe ta votojnë Partinë Demokratike, e cila në partneritet me subjekte tjera në opozit duhet pashmangshëm ta krijon qeverinë e re. E përmendet gjuhën e përdorur nga kryeministri Kurti në natën e zgjedhjeve, dhe shprehjen e fashme të hajvanëve dhe të hajvanatit. Kene një intervistë në Kanal 10 dhe tha ndoshta kam gabu që kam përdorur atë shprehje, por liderët opozitarë thonin se buxheti i Kosovës do të jetë më i lartë se GDP-ja. A ka thonë ai kush në herë këtë fjalë? A ka bë mea culpa Kurti apo jo me këtë deklaratë? Mendoj që fjala hajvanat që është përdorur me ndonjë shkurt, në fakt e ka shpërfaq nënvedijen e zotit Kurti, pakënaqësinë e tij me rezultatin zgjedhor, dhe mbi gjitha zoti Gashi jeni gjatë në media dhe në gjatë politik, e ka treguar qëllimin e tij të vërtet politik për të mos kriju institucione. Kur ai atë natë e ka përdorur fjalën hajvanat për opozitën, ka shprehë mbledh ndaj një elektoratit që s'ja ka dhënë votën e domosdoshme. Do unë mendoj që kjo është e frikshme. Unë nuk njoh ndonjë subjekt politik në historitë të Kosovës i cili ka 48 deputet nga partia e tij, i cili ka parti tjera politike në Kuvend të Kosovës që mund të merr votën e tyre, vjen në Kuvend të Kosovës, dështon në rundin e parë për të bërë kryeministër, dështon në rundin e dytë për të bërë kryeministër, dhe na çon në zgjedhje të parakoshme me vetëm dëshirë që edhe më shumë përmes mashtrimit, përmes populizmit të merr votë e cila do t'ja konsideronte atij një pushtet më absolut, dhe i cili pushtet do ta bënte Kosovën më dop. Do thotë, ai është duke njeh një politikë që ta përmbys sistemin politik, që ta përmbys rendin kushtetues, që ta vendos një kulturë autoritare në Kosovë, e cila për mua është e rrezikshme. Prandaj këto zgjedhje janë sa për ta mbrojtë demokracinë e brendshme, sa për ta zhvilluar Kosovën rrafshin ekonomik, por për atë që edhe për t'i dhënë orientim vendit në dimensionin e jashtëm. Zoli, nuk është
ka ndru një farë fushata, një farë gjuhë e lëvizjes vendose pak a shumë. Po thoni kjo nuk i ka ndërë prishmend, nuk është kjo një mea culpa e tyre? Edhe regjimet ma totalitare, ma tegra, i kanë pas do situata historike kur dikush ka i herë ka përdor një gjuhë caktun për ta zbut klimen politike, por ky po bën përpjekje që ti adreson disa prej pritjeve një pjesë të elektoratit të tij, të cilët kanë qenë kritik në sjelljen e tij. Prandaj unë nuk mendoj që nëse ka ndru gjuha zotit Kurti, ka ndru qëllimet e tij politike. Qëllimet e tij politike janë të njëjta, qasja e tij politike është e njëjtë, kultura e tij politike është e njëjtë, dhe zoti Kurti me sjelljen e tij nuk është vetëm i dëmshëm, por zoti Kurti me sjelljen e tij duke mos kriju institucione për një vit, është i rrezikshëm për vendin. E mirë, po dalim për hekëm pak për Kurti, se do flasim pak edhe potencialin e koalicioneve ku patjetër ka më përfshirë lëvizja vendosje. Po dalim pak te PDK-ja sot. Pse dhe për çfarë argumente mendon PDK-ja që janë të qarta, të cilat duhet t'i ketë parasysh shtetori i Kosovës që ta themi kështu ta shtoj votën për PDK-n krahasim me Nën Shkurtit. Për çka duhet sot më ju votu më shumë se me Nën Shkurt? Nëse qytetarët e Kosovës dojnë stabilitet, dojnë qartësi politike, dojnë zhvillim ekonomik, dojnë mirëqenie, dojnë siguri, do ta votojnë PDK-n dhe të gjitha këto PDK i ofron edhe me Nën Shkurt. Pra çka tash? Mendoj që ata kanë pa gjatë komplet 2025 që zoti Kurti nuk është i aftë me qeverisë. Se kur nuk jenë gjendje më ullë me të tjetë me pas dialog, me bë marrëveshje, është pafsi politike, zoti Gashi në politikë. Ata kanë pa që në 5 vitet e fundit... Edhe kur nuk ke dëshirë? Edhe kur nuk ke dëshirë është pafsi politike, nëse në politikë, se më thosë sjellja politike determinohet prej realitetit politik. Në 5 vitet e fundit, asgjë nuk ka ndryshuar në jetën e qytetarit. Kosova është ka shprazët, prandaj edhe platforma PDK-s i ka 5 shtylla. E ka zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien si shtyllë parë, arsimin dhe shëndetësinë, drejtësinë dhe politikën e jashtme dhe të mbrojtjes, por këto zgjedhje unë i shoh si zgjedhjet më historike për një arsye. Në këto zgjedhje nuk po shkojmë na që në të ardhmen duket një qeveri zoti Kurti dhe plus të tjerë. Në këto zgjedhje shkojmë me mandatin e qartë që Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministër. Albin Kurti me 28 dhjetor e përfundon karrierën e tij politike si kandidat për kryeministër dhe mas 28 dhjetorit partitë opozitare në udhëheqjet PDK-s do ta bëjnë qeverinë ardhshme. Po kjo do ndryshim numrave. Unë jam çdo ditë në teren. Numrave kuptojmë numrave rezultati zgjedhor, po edhe të numrit të deputetëve në kuvend. Unë jam çdo ditë në teren, çdo ditë kam vizituar qytete të ndryshme të Kosovës, prej Podojevës, e Pejës, e Gjilanit, e Prishtinës, e Mitrovicës, pa i përmend qendra tjera të vogla, ku do shohni mlef, ku do shohni paknatësi, ku do shohni mosdorim, me mënyrën se si zoti Kurti e ka udhëheqë qeverinë dhe ka fut vendin në krizë gjatë 2025-s, unë jam i sigurt që me 28 dhjetor, qytetarët të cilët çdo herë kanë vendosur racionalisht për këtë vend, do ta shprehin vullnetin e tyre politik dhe do ta përmbyllin ndryshimin politik. 2 orat në Mitrovicë, një ndrym faktik i gjendjes të verit Kosovës, a do t'i sjellin Kurtit përfitimet mjaftueshme elektorale që të marrë pozicionin lartë në përqindje edhe tash? Se si duket aty do t'jetë bazamenti i zotit Kurti. Aki edhe slogani siguri dhe stabilitet. Mendoj që kur flasmi për verën gjatë qeverisjes së Kurtit, Kosova ka qenë më pasigurt se sa sigurt. Ne çmojmë që situata në veri të vendit ka ndryshuar dhe duhet ta njohim këtë realitet. Po ajo se çfarë ka ndodhur është që ka ndodhur agresioni mbi Banjsk. Ajo se çfarë ka ndodhur është që Kosova duke u sjell në udhëheqjet e zotit Kurti në raport me verën se si u sjell, e ka rrit çmimin ndërkombëtar se si është duke u trajtuar verju. Dëshmi janë mënyrën se si është negociuar marrëveshja e Brukselit, mënyrën se si është negociuar aneksi i Ohrit, që jep serbëve një autonomi të plotë
etnike territoriale dhe se si është plasu draft statuti asociacionit i cili në fakt krijon një autonomi dhe një ndarje të mbrëmshme brenda Kosovës. Nëse zoti Kurti ka insistuar që ta zhëron sovranitetin e verit të vendit, ku policia e Kosovës ka bërë një punë të mirë, mendoj që me dokumentet ndërkombëtare të cilat i ka bërë, e ka nda Kosovën brenda për brenda në planin ndërkombëtar. Prandaj qeveria ardhshme do dojë këto dokumente të rinegocion, do ta kem një rezolut në Kuvend të Kosovës se si të çasmi temës së dialogut, se ato se çfarë janë pranuar ndërkombëtarisht si dokumente janë dëme më kolosale që dikush ka mund t'ja bëj Kosovës në këto 20 vitet e fundit. Ku kem pasna një dokument i cili fillon me fjalinë që palët kanë qëndrime të ndryshme për statusin final të Kosovës, sikur se është marrëveshja e Brukselit, gjë që kem diskutuar ne edhe më herët. Ku kem pas një dokument i cili pranohet për qeverisë e Kosovës 17 vite, 18 vite më shpallës së pavarësisë që relevante është rezoluta 1244. Prandaj gjitha këto gjëra në fakt tregojnë që ndërkombëtarisht zoti Kurti e ka damtuar Kosovën. Dhe e kemi pas një heqje sanksione nga Bashkimi Evropian. Si keni pa këtë proces? Bashkimi Evropian ka qenë i padrejtë në njëse si absolutisht i padrejtë. Po si pa këtë proces që ndodhi në këtë moment? Si ka ndodhur është kjo. Më së pakti ka qenë merit e qeverisë dhe zotit Kurti. Nëse ai bën përpjekje që të merr merit, unë them që zoti Kurti ka pa vetëm në media lajmin, se s'ka pas lidhje rasti çfarë po ndodh në Bruksel. Dhe meritor as kryeministi, as presidenti as kanë pas lidhje. As kryeministi, as presidenti. Dhe meritor më shumë e shoh opozitën, letrën e zotit Hamza dërguar në Parisin e Bruksel, po letrën edhe të kryetarit të LDK-s, dërguar qendrave evropiane, se sa ndonjë kontribut të zotit Kurti, po kontributi konkret ka qenë i Edi Ramës, e cili në darkën e samitit Ballkan Bashkim Evropian ka qenë Edi Rama ai i cili ka bind Macronin dhe Melonin që këta të marrin vendim për heqje të sanksione. Çfarë ka ndodhur në këto 2 javë të fundit është që pak background. Po, çfarë ka ndodhur në këto 2 javë të fundit është që në një forum që thirret Koriper, ku ambasadorët e shteteve të BE-s që takohen në Bruksel, Gjermania dhe Austria kanë insistuar që të hiqen sanksionet, Franca dhe disa shtete kanë vendosur që të mos hyjnë në renditës fare, dhe s'ka qenë fare në rend të ditës, dhe vetëm me insistimin e Edi Ramës në raport me Macronin dhe Melonin është vendosur që të hiqen 50% të sanksioneve dhe pjesa tjetër në fund të janar. Kështu që nuk ka qenë si i bindi Edi Rama, se tash kjo si më thon si i bindi. Unë nuk se me gjas ke informat. Unë nuk e di se çfarë ju ka thënë Edi Rama se s'ka fol me Edi Ramën, me qenë i sinqert. Kam fol me 2-3 shtete të cilat e kanë shtyr këtë temë. Kam fol me miq gjerman dhe me austriak të cilët janë marrë me këtë çështje. Ata po e njohin meritat e Edi Ramës. Ata thonë që ka qenë insistimi i tij që kjo ndodh dhe ndikimi i tij, mitësia e tij me Macronin dhe Melonin e ka bënë gjë të tillë. Kur e keni pa ju zoti Gashi, zotin Kurti, që të shkon në Bruksel, në Berlin, në Paris dhe në Rom dhe të kërkon heqjen e sanksioneve? Kur e keni pa ministrin e jashtme që të viziton këto qendra? Prandaj edhe ajo se çfarë ka ndodhur është në darkën e samitit BE Ballkan. Dhe përmendet një gjë, është ka pak është vetë izolu Kosova. Kosova gjatë kësaj kohe jo vetëm që është vetë izoluar, por Kosova po shkojmë as po na presin apo është shumë anshme kjo punë. Kosova jo vetëm që është izoluar, por Kosova ka humb totalisht relevancën rajonale edhe evropiane për të përmbush pritjet tona, s'po them për të bërë diçka më të madhe në arenën ndërkombëtare. Gjatë kësaj kohe, me përjashtim të 3 njohjeve, ku s'ka pas fare merit qeveria, ne ke mund të marrim çdo vit nga 10 njohje. Çdo vit nga 10 njohje, se 3 njohjet kanë dëshmuar që mund të rikthehet politika e njohjes së Kosovës. Dhe ne kemi prioritet që realisht ta rikthejmë njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Së dyti, dështimi në Këshill të Evropës ka qenë prej dështimeve më kolosale që ka bërë Kosova, edhe me zotimet që do ta zbaton marrëveshjen e Brukselit, që do ta zbaton aneksin e Ohrit dhe draft statutin e asociacionit. Ndërprerja dialogu strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës është goditja më e madhe, se kur nuk ke dialog strategjik me SBA, nuk ki marrëdhënie. Dialogu strategjik është një mekanizëm i konsultave ku palët takohen, sikur se ne po takohemi këtu në këtë shesh
i shtrojnë temat, kur e ndërpret dialogun, do të nuk i fare bashkëpunim me partnerët amerikanë. Prandaj, kjo ka qenë edhe pika më e ulët e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, në një kohë kur bota është përballë me sfidat më të mëdha që i ka. Dhe vetë, ç'është dalja? Dalja është mbi gjitha... Jemi kështu pragmatik dhe praktik. Po, dalja është mbi gjitha legitimiteti qytetar. Qytetarët e Kosovës historikisht kanë ditë me votë dhe me vullnet politik si populli më demokratik që ekziston në rajon, si demokracia më mirë në rajon, më konsoliduar, me tendenca autoritare të Zotit Kurti, po me tendenca demokratike të popullit të Kosovës, të votojmë me 28 dhjetor ndryshimin politik. I cili ndryshim politik nuk duhet jetë Zoti Gashi kush duhet jetë pushtet. Nuk jam të folë pra se si pa tjetër PDK-ja të vjen pushtet. Po ndryshimi politik është ndryshim politik i cili duhet t'i shërben një mirëqenie, një konsolidim të tregut privat, një stabilitet të brendshëm, një siguri dhe një përfaqësimi dinjitoz në arenën ndërkombëtare. Nuk mund ndodhen këto gjëra përpa e dhënë mandatin qytetari i Kosovës, se politikat e brendshme dhe politikat e jashtme fillojnë se si voton qytetari i Kosovës, të cilët historikisht kanë votuar drejt dhe unë i ftoj që kësaj here të votojnë drejt. Unë kam pas mirëkuptim në kaluarën kur kanë votuar edhe për subjekte tjera politike dhe kur PDK-ja ka shënu jo fitore. Por kësa herë i ftoj që ta korrigjojnë qasin e tyre, që ta vlerësojnë ndrysh, që t'jenë më kritik, që mos t'i nënshtrohen manipulimeve dhe autoritetit të një njerit të vetëm, po ta shohin interesin e shtetit dhe të shoqërisë. Si ka hyrë PDK në këtë proces? Ka hyrë me një kryetar të ri, ju vetë keni shpreh ambicie dhe dëshirë për të hyrë në proces zgjedhor dhe keni kërkuar një proces zgjedhor më të përgatitur të kësaj. Ka pas lëvizjen e PDK, pra përfundoi ai konflikti, ta themi thojza me kryetarin e DNAS-it Ramiz Ladrovci, kthimi. A ka hyrë PDK në këtë proces më e bashkuar apo më ndarë? Të gjitha këto tregojnë që ne jemi parti demokratike dhe nuk mund të flas për atë se si mund duket demokracia e jashtme në Kosovë përpara marrë dhe me demokracinë e brendshme. Këtyre si themi deklarata përmbledhura. Po, do të thotë jemi unik. Kryetari Hamza e ka mbështetjen të të gjithëve në kryesi qendrore, kemi një listë shumë të mirë, kemi një program, platformë jashtëzakonisht konkrete dhe dim se çka bëjmë javën e parë, e muajin e parë, e vitin e parë. Zoti Hamza është i vendosur që të rrit pagat në sektorin privat për gjithë, për mësimdhënësit, për ushtarët, për mjekët, për gjithë ata cilët janë në shërbimin civil. Pensionet do t'i rritë gjithashtu 50%, mbështetje veteranëve të luftës gjithashtu 50%, por fokusi kryesor është që ta zhvilloj ekonominë dhe profili i Hamzës është që realisht të jep zgjidhje për problemet ekonomike dhe mirëqenien, e cila mbi të gjitha ka rënë fuqishëm në këto 5 vitet e fundit. Prandaj jemi unik në planin politik të listës, të organizimit partisë dhe jam i sigurt që PDK-ja do të jetë ajo e cila do ta udhëheqë qeverinë e ardhshme pas 28 dhjetorit. Enver, çish është po dalin pak, e di që sigurisht je i kufizuar edhe në dhënien e numrave dhe s'po të lypi konkretisht. Po a e sheh ta themi kështu, diskutimi ka qenë ne kemi presidentin. Ç'është ne presidentin që na pret realisht më njëherë mas kryeministit e kryetarit të kuvendit të dera vjen presidenti. Pra kemi 2-3 muaj luft maksimum për me zgjedh presidentin. Nëse s'kemi president, shkojmë zgjedhje. Dhe në qoftë se skenari juve është i sakt që opozita do ta bëjë qeverinë, i bie që duhet të ketë mundësi ta formojë ta zgjedhë presidentin. Për këtë duhet që vetëvendosja të ketë më pak se 41 deputet, pra t'i ketë 40 të poshtë. A është e arritshëm ky skenar? Unë jam i bindur që është e arritshëm. Unë mendoj që në këto zgjedhje, sepse 48 i ka tash. Unë mendoj që në këto zgjedhje qytetarët duhet të votojnë edhe ta bëjnë ndryshimin politik duke largu qeverinë Kurti, edhe ta bëjnë ndryshimin politik duke largu presidentin Osmani, e cila mbi gjitha gjatë kësaj kohe ka qenë më shumë një notere e Zotit Kurti. Ato çfarë unë ja kam thënë në kuvend të Kosovës kur është zgjedh ditën e parë. Kam thënë ti ke me qenë notere dhe ajo është pa gjatë kësaj kohe që ka qenë notere, nuk e ka përfaqësuar interesin e vendit, nuk ka pas kur faroli
në koordinimin mes partive politike, nuk e ka reflektu unitetin e qytetarëve, nuk ka bë asgjë relevante në përfaqësimin ndërkombëtar të vendit dhe është koha fundit që ai koalicion i shpresës, i cili u përkthye në një koalicion të zhgënjimit, të shkon në shtëpi dhe një qeveri e ardhshme e cila do ta bashkon popullin, prandaj edhe ne kemi sloganin bashkë përpara, në do të heqë të PDK-s dhe Betri Hamzës të jep drejtim të orientim vendit. Enver, e përmendet qeverinë e një uniteti qytetar, përmes me thonë unitetit popullor. Si është të mundshme ndërtimi i kësaj qeverie të unitetit qytetar duke e lënë anësh partinë e parë? Ne do të shkojmë këtë zgjedhje me besimin e madh që qytetarët janë ata që do t'i japin drejtim. Ata kanë pasur që një përbërje kuvendit gjatë 2025-s nuk ishin në gjendje që ta zgjedhin vetë kryetarin e kuvendit, që nuk është ndonjë post shumë i rëndësishëm në institucionet e Kosovës, me blokadën të cilën ja ka bë vetëvendosja. Prandaj nëse duan që Kosova të ketë të çliruar energjitë e saj politike, duhet në mënyrë sa më masive ta votojnë PDK-n dhe partitë e tjera në opozitë. Se kush mund del i pari, vendos qytetari me 28 vjetor dhe jo sot. Albin Kurti nga Zvisa tha se qytetarët po pyesin kush del i dyti, ai tha i dyti dalin qytetarët e diasporës tek për pozitën e tretë luftojnë parti tjera. Zoti Kurti është i njoftun për floskat e tilla, po mendoj që pas 6 vjetë të qeverisës e Zotit Kurti, qytetarët e Kosovës do t'jenë ata që do t'japin drejtim vendit. PDK zgjedhjet me 28 dhjetor, në një kohë kur pritet ardhja e diasporës, presidenti tha që e ka lënë me datën 28 se ka më shumë qytetarë që votojnë, pra vjen edhe diaspora. PDK-ja pati një pakënaqësi me veprimin e presidentës dhe e pa qëllim keq këtë datë nga të propozuar nga kryeministi, nga kryetari i lëvizjes vendosje Kurti. Sot si e shihni 28-in? A është potencial shtesë për Partinë Demokratike apo handicap? Mendoj që 28 dhjetori është një datë e cila ja mundson secili që të voton. Edhe atyre që jetojnë në Kosovë, edhe atyre që jetojnë në diasporë, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pas kundërshtim, dhe nuk kem fare kundërshtim me një datë të tillë. Qytetarët e Kosovës edhe në diasporë janë të vëdësuar dhe mbi gjitha është diaspora e cila mund ta sheh veten të përfaqësuar nga Partia Demokratike e Kosovës, me që ne kemi ndërmend me shumë propozime dhe plane konkrete, vërtet ta marrmi edhe votën e diasporës. Kem kandidat nga diaspora që janë në listën e PDK-s dhe diaspora nëse të kaluarën e ka mbështet blanko zotin Kurti, kësaj here me votë do ta penalizon se mënyrën se si ka votu diaspora nuk është që ka qenë kundër një subjekti politik. Po ata ka dashur Kosovën që ta shohin më mirë. Kur shohin që Kosova gjatë tyre 6 vitet fundit ka degraduar nga brenda dhe ka degraduar nga jashtë, qytetarët tanë që jetojnë brenda dhe në diasporë do të votojnë kësaj here për ndryshimin politik. A ka ndryshuar diaspora? A ka ndryshuar në këto vitet e fundit? Ka qenë shumë në 2023 ka qenë shumë orientuar drejt lëvizjes së vendosje, pat një rënje në shkurt 2025. A do të vazhdoj ky trendi i rënies apo jo? Diaspora vazhdimisht ka qenë... Se ti ke raporte me diaspora? Po, diaspora ka qenë vazhdimisht një pjesë popullatës në shqiptare, e cila jeton në perëndim, që është një lloj Kosovë e dytë që jeton në perëndim, të cilët i kanë pri procese historike. Unë mendoj që kësaj here diaspora do t'i pri me votë ndryshimit politik. Ka ndryshim politik diasporë. Jam marrë me diasporën bashkë me kolegë tjetë e partisë. Kemi qëndruar shpesh në këto 2-3 vitet e fundit në diasporë, qoftë në Britanitë e Madhe, qoftë në vendet nordike, qoftë në Gjermani, në Zvicër, në Itali dhe në vende tjera. Mendoj që diaspora ka ndryshuar, diaspora shet ndrysh Kosovën, ndrysh shet qeverisjen e Kurtit dhe kësaj here po shoh që do të vinë shumë të cilët do të votojnë për PDK-n në bazë kontakteve që kemi dhe në bazë ekipeve tona brenda Partisë Demokratike të cilat janë në komunikim. Ka një regjistrim, me sa diun të 57.000. Në votat me postet të shkurtit, PDK-ja nuk është që doli mirë. Me votat e shkurtit është të vërtet që nuk ke marrë... Pritet ka qenë shumë madhnoja? Pritet i kemë pas tjera, po kësaj here kanë vendosur një pjesë të madhe që të vinë dhe të votojnë Kosovë. Po, se janë disa regione ku njerëzit vinë, për shembull, ka pritje që duka gjenë
ardhja për festa fundit ka me qenë shumë e madhe, ka me shku me përfitim të tyre. Mundët me qenë pjesë të elektoratit që vinë. A i vjen elektorati i PDK-s në diaspor për këto festa? Një pjesë elektoratit shka unë kam pa nga Dragashën e Podojev, e në Prishtinë, e në Skenderaj, e në Dranas, por edhe në Prizren dhe qytetet tjera të Kosovës, vetë se janë këthy, unë vetë se kam taku, antarët e familjeve që jetojnë në diaspor, këto ditë në fushatën elektorale, dhe shumë prej tyre do të vinë edhe në prag të votimit të cilët do të votojnë për nesh. E verë, qka mas 28 dhjetorit? 28 dhjetori është një pikë kthese në kulturën politike dhe zgjedhjet në Kosovë. Ose do të vendosin qytetarët e Kosovës, që kanë besoj shumë, me vullnetin e tyre politik, që ta kenë një qeveri e cila e bën ndryshimin politik. Se për me këto zgjedhje shkojmë për ndryshim politik, nuk shkojmë për asgjë tjetër, po vetëm për ta përmbyllur ndryshimin politik, ose ky vend do të mbetet në një moçal knet politike, që ne ta shohim Shqipërinë, që ne ta shohim Malin e Zi, duke antarësuar në NATO dhe ne të mesme në këto betejat tona të brendshme provinciale. Sa është rreziku që të shkojmë zgjedhje në prill? Sot, sa është rreziku? Vendosin qytetarët me vot me 28-in që ta përjashtojnë mundësinë e prillit. Është në dorën e qytetarëve, po sa më shumë vot për PDK-n dhe për opozitën, Zoti Kurti do të jetë i friksuar që të bën eksperimente duke imponu vullnetin e tij politik. Unë e thash edhe më herët. Në çfarë vendi jetojmë na kur një njeri si Zoti Kurti i merr 48 deputet dhe ju thot qytetarëve të Kosovës, këta nuk janë boll, s'u mjaftojnë, s'u vynë, i kthejmë mbrapa. Kemi majtë zgjedhje me 9 shkurt, do me majtë zgjedhje me 28 dhjetor. Prandaj qytetarët duhet vërtet kësaj herë të mendojnë thellë, me zemër edhe me mendje, se si ta mbështesin PDK-n dhe kolegët e tjerë në opozit, me vot. Kjo nuk është temë partijake. Këto zgjedhje kanë bënë me interesin shtetëror. Këto zgjedhje kanë bënë me demokracinë Kosovë. Këto zgjedhje kanë bënë me atë, a do të jemi vërtet ata të cilët do të lëvizmi me shpejtësinë e njëjtë me vendet tjera të rajonit, apo do të jemi një vend i cili e fillon mandatin në sankcione dhe e përfundon mandatin në qeverie duke u larguar një pjesë të sankcioneve dhe të preashtuar dhe të penalizuar nga Bashkimi Evropian. Enver Çushe, a rrezikon nisma këtë rezultat të opozitës? Fakti që mund të mos kaloj pragun. Dhe a keni pa të duhur faktin që nisma u lë të garojë vetë, ose mbeti të garojë vetë? Zoti Hamza ka pas komunikim me zotin Lima dhe ne kemi diskutuar këtë temë në Partinë Demokratike të Kosovës. Mendoj që krejt vënë ka pas një interesim që ndodh një koalicion. Unë i dëshiroj zotin Limaj sukses, sikur se krejt partive tjera politike që ekzistojnë në këto zgjedhje. Nuk e di se si është disponimi brenda elektoratit të tyre, por çfarë dua të them është që temë kryesore në këtë vend është përmbyllja e ndryshimit politik. Nëse ndryshimi politik përmbyllet me sukses, ke më shumë parti politike, ke më shumë parlamentarizëm, ke më shumë demokraci. Kjo është karakteri zoti Gashi i demokracisë tonë. Dhe unë jam krenar për këtë demokraci që e kemi. Kemë shumësi të partive politike të cilat realisht e bajnë sistemin më demokratik, më të vështirë, po tregon që krejt qytetarët janë të përfaqësuar në politikë, do më presë kësaj here që secili të përfaqësohet duke marrë pjesë në zgjedhje dhe duke dhënë votën për PDK. Apo i thoni Enver ju, jo të fortë një koalicioni potencial me vetëvendosjen të PDK-s, apo nuk peshin e vetëm në kuadër të preferencave? Nuk mund me ndodhë. Nuk mund me ndodhë. Jo, kjo çfarë ka ndodhur gjatë 2025-s ka tregu që zoti Kurti është i interesuar ose të bëj qeveri në mënyrën dhe në kushtet se si donë vetë, ose ka menaçuar vazhdimisht në zgjedhje.
bilanci 2025 është ose e bëjmë qeverin me kushtet e mia me imponu vullnetin politik mbi partitë tjera politike, ose shkojmë në zgjedhje. Prandaj nuk shoh piktakime, qoftë me mënyrën se si e kupton individin, demokracinë, shoqërinë, se si e sheh bashkëpunimin dhe dialogun politik, se cilat janë prioritetet e brendshme, se cilat janë prioritetet e jashtme. Unë shoh mund shumë vetëm një bashkëpunim me kolegë të cilët janë në opozitë dhe shoh këtë bashkëpunim mbi gjitha tematik, jo kundër një njerit, po mbi gjitha në mbështetje të Kosovës. Enver, faleminderit shumë. Me ndërqofshim. Suksese në fushat dhe në zgjedhje. Faleminderit shumë, zoti Bashir.